realizimit të busteve të Sejt Najdemit edhe Josif Bageri. Ne masi morëm detyrën, bëm punë njohëse, kemi shku deri në Mistrovë, në vendlindjen e Josif Bagerit, pyetëm edhe njerëz atje, mlodhëm materiale fotografike dhe janë nisën punë. Gjithmonë kemi pas kontakte me njerëz të cilët ne plotësonin ato, në ushqenin për realizimin e busteve dhe ajo synimi jonë është të bustet të jenë komplet bashkë me ABC të jenë të dimensionet monumentale. Kuptohet që kemi synu që figurat të jenë të ngjashme, të jenë realiste, të pëlqyeshme për qytetarët, por njëkohësisht edhe i kemi trajtuar me një formë të thjeshtuar, të monumentale. Kemi marrë opinionet në vazhdimsi të edhe njerëzve të specializuar, të artistëve që ka qyteti, të njohësve të historisë edhe të artit, derisa arritëm në përfundimin pastaj që bustet, domethënë puna jonë bë e pëlqyeshme për një grup njerëzish dhe edhe për njerëz të thjeshtë, të cilët ne, si më thonë, ndjenim kënaqësi kur ato admironin punën tonë. Në finale, bustet janë të gatshme për të vendosur në destinacion dhe po mendohemi si që të jenë sa më të ekspozueshme dhe sa më të pëlqyeshme për kohën. Tash gjithmonë në ka ndihmuar shoqata për vepër të libës, të libutash. Ne gjatë punës që bënin të ABC-në dhe libri, që ishte nga kapa dhe kjo ne erëm duke punuar. E ju thamë, kjo është një punë e mirë, po ne dëshim të duan të aktësojmë këtë ABC-në dhe këtë libri me fjalën e imi. Në tashë unë që ne propozojmë shqipjar, ti putet e di pështave të asin në Shqipë në libër, sa i të bëjnë dhe si në Bageri. A mund t'i bëni, nga gurit ashtë si janë mirë, bërë atë kontratën e rë, pare për të libër, të i ka banë qëta dhe libës. Në këmë dhe pare qëta. Bimi shumë një njëkës atyre. Për t'i veprat do të bashkohen me ABC-në që t'i bërë një komplet. Ne kërkojmë që t'i bërë një shesh, që të kombinoset të treja bashkë, që të quhet edhe sheshi i ABC-së dhe shumë sheshi i shkollës Shqipe. Kërkojmë me kiminjet aprovimin nga shteti vendor, dhe të shojë pas të shirën atë. Ajo është.